Fedasil do të paguajë shumicën e shpenzimeve tuaja mjekësore. Çfarë është një requisitorium? Ky është një angazhim pagese nga Fedasil. Është një letër që e merrni nga shërbimi mjekësor. Nëse ja jepni ofruesit tuaj të kujdesit shëndetësor, nuk keni pse të paguani asgjë. Fedasil punon me fondin e ndihmës CAMI ose ZIV për pagesën. Kur keni nevojë për një requisitorium, keni një takim me një mjek të përgjithshëm, dentist, fizioterapist, psikolog ose ofrues tjetër të kujdesit shëndetësor jashtë spitalit, atëherë ju duhet një requisitorium. Po shkoni në spital apo farmaci, atëherë nuk keni nevojë për një requisitorium. A punoni me kontratë pune? Atëherë mund t'i bashkoheni një fondi i sigurimi shëndetësor. Në këtë mënyrë, fondi i sigurimeve shëndetësore do të paguajë pjesën më të madhe të shpenzimeve mjekësore. Si të aplikoni për një requisitorium? Ju duhet të kërkoni një requisitorium nga Fedasil. Këtë mund ta bëni duke plotësuar një formular online. Aplikoni për requisitorium në kohë. Mundësisht disa ditë para takimit tuaj mjekësor. Nuk e kuptoni gjuhën apo nuk keni internet. Kërkoni ndihmë nga një vullnetar ose organizatë. Pas kërkesës suaj për requisitorium, do të merrni 2 emaile. Emaili i parë do t'ju tregojë nëse Fedasil do të paguajë shpenzimet tuaja mjekësore apo jo. Nëse Fedasil paguan kostot, do të merrni një email të dytë me requisitorium. Requisitorium gjithashtu mund t'i dërgohet drejt për drejt ofruesit të kujdesit shëndetësor. Ju e merrni dokumentin requisitorium në takimin tuaj me mjekun ose ofruesin e kujdesit shëndetësor. Pas vizitës suaj, Fedasil paguan shpenzimet mjekësore direkt tek ofruesi i kujdesit shëndetësor. Shpresojmë që ky informacion t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë kujdesin mjekësor në Belgjikë. Nëse keni ndonjë pyetje, kërkoni ndihmë nga mjeku juaj i përgjithshëm.